Apollonia, qendra e krishtërimit në Ilirinë e Jugut. Apollonia që përqafoi krishtërimin që në shekujt e parë të tij. Apollonia e 7 martirëve në shekullin e 3. Apollonia e peshkopit të saj të parë Marinit, emëruar nga apostulli i kombeve Pavli. Vend i shpellave heremite dhe asketizmit. Në sinodit ekumenike morën pjesë peshkopët e Apollonisë, Feliksi në sinodin e Efesit, viti 431, Pavli në sinodin e Konstantinopojës, viti 448, peshkopi Eusebius në sinodin ekumenik të Kalcedonit, viti 451. Rezulton nga qendrat më një gjata nga pikpamja religjioze, sepse deri në ditë të sotme kemi akoma një kishë funksionale, në të cilën kryen shërbese. Duke qenë një vazhdimsi e pandërprer fetare krishter ortodokse në vijim të ringritjes kanonike të kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë dhe zgjerimit të sinodit të shenjtë me antar të rinj, Apollonia u ngrit në rang mitropolie në vitin 2016. Një ndër risitë më të rëndësishme të këtyre ndryshimeve, që lidhet me zhvillimin e kishës ortodokse në Shqipëri, është edhe krijimi i 2 mitropolive të reja. Më 11 dhe 12 mars 2016 u zhvillua Asambleja Kleriko-Laike e Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, ku tek neni 8 i statutit të kishës u shtuan 2 pika që kanë të bëjnë me krijimin e mitropolive të reja. Mitropolia e Elbasanit, që përfshin zëvendësit mitropolitane lokale, Elbasan, Shpat dhe Librazhd. Mitropolia e Apollonisë dhe e Fierit, që përfshin zëvendësit mitropolitane lokale, Fier, Patos, Libovsh. Në përputhje me statutin, pas propozimit të Këshillit Kleriko-Laik, Sinodi i Shenjtë ndërmori plotësimin e vendeve vakante të mitropolive të sapo krijuara me anë të votimit të rregullt. Për mitropolinë e Apollonisë dhe të Fierit u zgjodh Hirsia e tij, episkopi Apollonisë Nikola. Për mitropolinë e Elbasanit u zgjodh Hirsia e tij, episkopi Krujës Andoni. Më pas, Sinodi i Shenjtë ngriti episkopatën e Amantias në rang mitropolie, në personin e hirsisë së tij, episkopit Nathanail. Në vazhdim, në kishëzën e Trinisë së Shenjtë në qendrën sinodike, u dhanë mesazhet e mëdha përkatëse. Hirsia e tij, mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit Nikola, lindi më 26 janar 1972 në Zhupan të Fierit. Në vitin 2000 përfundoi studime teologjike në Akademinë Teologjike Ngjalli e Krishtit, Shënvlash Durrës. Bashkë studentët e tij në këtë akademi e kujtojnë me respekt atë. Ishin në kohë në të cilat përkushtimi dhe urtësia dhe serioziteti dhe gjithçka
e karakterizon të Irsi Nikollën u shfaqen dukshëm për ne bashkë studentët e tij dhe për të gjithë stafin akademik. Një student shumë sistematik, përpiqej gjithmonë të zbatonte në praktik dijet që merrte në shkollë. Ishte shumë bashkëpunues dhe shumë i gatshëm të ndihmonte të gjithë ato që kishin nevojë dhe mund të them me plot bindje që ishte i vetmi që me durimin e tij mund të ndihmonte shokët dhe shoqjet e klasës në mësimet si dogmatika, patrologjia, dhjata e re, liturgjika, në të cilët tek kishim përshësitona të para dhe të pamësuara më parë. U hirotonis nga fortlëmtëria e tij kryepiskopi i Tiranës, Durrësi dhe i gjithë Shqipërisë, Anastasi, vjak në 16 prill të vitit 2000, prift në 24 maj të vitit 2002. Dhe nga viti 2002 deri më 2006 studioi në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Athinës, ku diplomua me rezultate të shkëlqyera. Në vitin 2015 kreu studimet pas universitare në Universitetin Aristotelit të Selanikut. U dorëzua episkop më 19 nëntor të vitit 2006 si episkop i Apollonis, episkop titullar dhe episkop ndihmës i kryepiskopit. Kujtoj në ditën e rirotonisjes së tij si episkop i Apollonis, kryepiskopi Anastas ka vënë në pa 3 pika shumë thelbësore për sa i përket jetës edhe punës së një episkopi. Ai theksoi që të kishte gjithmonë në mendje dhe në zemër vetëm Krishtin, të ishte gjithmonë nxënës i tij, të kishte gjithmonë dëshirën për të mësuar vazhdimisht dhe asnjëherë mos ndalon së qenuri nxënës. Besoj që këto fjalë kanë qenë shumë domethënëse për atë dhe sipas meje janë reflektuar shumë në shërbesën e Irsi Nikollës. Me vendimin e Sinodit të Shenjtë për krijimin e Mitropolisë Apollonisë dhe Fierit, Irsi Nikolla u caktua mitropolit i saj. Fronëzimi i tij u krye më 16 prill të vitit 2016 në katedralen e Shën Gjergjit në Fier. Le të kthehemi tek mbresat dhe kujtimet e asaj dite të 16 prillit të vitit 2016, ku ky obor gumzhinte nga zërat e shumt të dhjetra qytetarëve, fierak, banorëve të Fierit dhe të rrethinave të tij të krajinës së Myzeqes, një grupi të madh njerëzish që duke nisur nga autoritetet vendore, intelektual, qytetar, njerëz të profesioneve të ndryshme, miq të ftuar, student, nxënës shkollash, të moshuar dhe fëmijë. Ka qenë një ditë e bukur, buqiste kënga dhe valli, apo përdor një term që ndoshta tingëllon paksa si i vjetër në reminiscenca e tipike të letërsisë shqiptare, por kështu ka qenë. Pranë pjesës së oborit të kishës së vjetër të Shën Gjergjit, ndodheshin vallëtarët e ansamblit të këngëve dhe valleve popullore Myzeqeja të Fierit, të cilët performonin për të duke krijuar një atmosferë festive. Nga ana tjetër, banda e simfonike ishte pjesëmarrëse. Kam qenë pjesë e grupit të disa prej autoriteteve vendore dhe pritjen e bënin një pjesë e sinodit, e antarëve të sinodit të sotëm, por dhe të atëhershëm të Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë. Ishte i pranishëm Imzot Johani, kryepiskopi i tanishëm i Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë. Atëhere Hirësia ishte mitropolit i Mitropolisë së Shenjtë Korçës, Imzot Andoni, sapo ishte zgjedhur mitropolit i Mitropolisë së Shenjtë të Elbasanit,
klerik të tjerë të nderuar të kishës ortodokse, midis cilëve dhe Atilia, një personazh i njohur, Atilia Bita, i qytetit të Fierit, shpirti, zemra e grupit ishte kryepeshkopi i atëhershëm Anastas, një figurë e jashtëzakonshme për kontributet, vlerat, por dhe për rrezatimin shpirtëror, kulturor, shoqëror, jo vetëm në kuadër të kishës ortodokse autokefalit të Shqipërisë, por dhe në kuadrin e funksionimit të shoqërisë shqiptare. Ka qenë një vërtet një ceremoni festive të cilën edhe sot e kujtoj me shumë bresa. Është një ndër klerikët e devotshëm, një ndër klerikët e jashtëzakonshëm të brezit të ri të klerikëve pas themi rifitimit të lirisë fetare në vendin tonë. Është një njeri i përkushtimit, është një njeri i besimit, është një njeri i cili ka reflektuar besimin e thellë për ulësinë e tij të frymëzuara nga ungjilli. Pra atë ditë, unë kam qenë prezent, së bashku dhe me shokët e mi, sepse unë jam i komunitetit vlla, kemi qenë dhe me antarët e shoqatës, me zotin Dimitër Stefa, kryetarin e shoqatës tonë. Për mua personalisht dhe për ne, ka qenë një ditë, e lindjes së diellit, e lindjes besimit. Ishte një tamam. Kur udhëzua kisha këtu që Rakën Banarja, unë isha në moshën 9 vjeç. Edhe kam qenë prezent aty, me 2 djagash nuk është dot. Por rënia e saj ka bërë një zhurmë shumë të madhe sot edhe të gjithë ne kujtojmë brezin, po dhe të mdhenjë, pra një sham, një sillimje e madhe. Pra unë bëj krahasimin e 2 kohëve, të kohës kur u mohua feja dhe të kohës kur u ndërtua, kur filloi besimi të rindërtohesh. Dhe prania e kryepeshkopit të Fërlumëturisë tia, fondriturit tia, domethënë ishte një gëzim i madh për ne, e cila e përmbushi atë simbolikën, e bëri diell për të gjithë ne. Unë e njoh dhe personalisht shfat për qytetin e Fierit, që mitropolit është Atë Nikola, se Ati, atë mitropolit është në nderin e gjithë fierave, është një njeri shumë i ekuilibruar, njeri me vizion të gjatë, njeri që keq mëson nga jo vetëm ai staf që plas të kisha ortodokse, po edhe ne, populli thjesht, kemi çfarë mësojmë me. Në çdo aktivitet që kemi pasur, e kemi ftuar dhe na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij. Pra, është njeri që ka shumë virtyte, ka rastisur, na ka ftuar gjithmonë kur janë datat historike të kishës. Është modeli i ortodoksisë në Fier. Edhe e meriton, ta them sinqerisht, jo se ai e ka merituar këtë me punë. I kam vërre edhe në një se debatohen me të tjere, po arrin e zotron sallën, e zotron, ajo është kryesorja, dhe e di çfarë do thotë dhe me urtësinë e tij, me zgjuarsinë e tij, me edukatën e tij dhe karakterin e tij, ai arrin ta bind personin me argumenta, jo ta bind se është njësia. Pra, edhe njerë është një mrekulli që kemi në krye të kishës mitropolitin e Fierit. Hapeni rrugën. Të shtunën, datë 16 prill, në orën 12, në katedralen e Shëngjërgjit në Fier u krye frymëzimi i mitropolitit të Apollonisë dhe Fierit, hirësisë së tij Nikola. Të pranishëm ishin kryepiskopi i ndjer Anastas, bashkë me antarë të tjerë të Sinodit të Shenjtë, klerikët e mitropolisë së re,
klerik nga mitropolitë e tjera, Akademia Teologjike Ngjallja e Krishtit, Shtëpia Orthodokse e Shpresës, si dhe qindra besimtar firak e të tjerë të ardhur nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Së treti, në përputhje me statutin dhe pas proposimit të Këshillit Klerikolaik, ndërmori plotësimin e vendit vakant të mitropolisë së Shenjtë Apollonisë dhe Fierit. Kështu, pas zgjedhjes kanonike që u zhvillua me anë e votimit, Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë zgjodhi mitropolisë së Shenjtë Apollonisë dhe Fierit, i rëndësinë e tij, episkopin e Apollonisë Zotin Nikola. Në vitin 2006 ka shërbyer si drejtor dhe pedagog i Akademisë Teologjike Ngjallja e Krishtit Shëmblash Durrës. Duke pasur mundësinë që të njihem me të në mënyrë të veçantë pas rolit të tij drejtues të Akademisë Teologjike nga viti 2006 kur ai dhe kalon në gradën themi e peshkopit, kam kuptuar që nuk është thjesht një personalitet i cili me pozitën e tij pati një efikasitet, një rezultat në drejtimin e institucionit shpirtëror të Akademisë Teologjike, por shumë tepër se sa në atë të pozitës së tij të një drejtuesi, duke reflektuar edhe një herë thellë atë misionin e tij shpirtëror, besimin e tij tek Ungjilli, përullsinë e tij, pra përmes shembullit të tij ai ka drejtuar, duke lënë gjurmë në këtë institucion të rëndësishëm të kishës sonë. Ne ju falenderojmë dhe kemi bekimet tuaja dhe falenderojmë që morët iniciativën që të krijonit dy mitropolitë të reja, mitropolinë e Elbasanit dhe të Apollonisë dhe Fierit. Ju falenderojmë për gjithë mbështetjen tuaj në këtë nismë të re, e cila është në të mirën e Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, në të mirën dhe për lavdi të Perëndisë. Ju falenderojmë për gjithë mbështetjen që na keni dhënë gjatë gjithë kohës në këtë mitropolitë të re. Kirsi Nikola dalloi për mënyrën e komunikimit. Ishte gjithmonë i dashur, i buzëqeshur, i afërt me të gjithë dhe veçanërisht me fëmijët dhe të rinjt. Unë jam Adriana Dimov, jam pjesë e Rinisë Ortodokse të Mitropolisë dhe desha të ndaja me ju historinë time, historinë e frymëzimit, prej besimit dhe prej kësaj kishe. Pas pagëzimit tim dhe pas gjendjes së udhëtimit tim shpirtëror, unë kuptova se shumë problemet të mijat zgjidheshin prej besimit dhe fal Krishtit. Në këtë udhëtim u njoha edhe me mitropolitin Kirsi Nikolën, i cili më udhëzoi përgjatë këtij udhëtimi dhe jam kaq e nderuar të jem pjesë e kësaj kishe. Mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit, hirësia e tij Nikola, është antar i Komitetit Qendror të Këshillit Botëror të Kishave nga viti 2012, ndërkohë që e ka përfaqësuar Kishën e Shqipërisë në mjaft takime ndër të krishtera dhe ndër fetare. Në qershor të vitit 2016 morëm pjesë në Sinodin e Madh të Kretës si pjesë e delegacionit zyrtar të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Edhe në atë rast, edhe pse ishte një mitropolit i ri, u dalluam në përkushtimin dhe seriozitetin në përfaqësim. Gjithmonë i gatshëm të mësonte dhe të mbante shënim pika dhe diskutime të rëndësishme që më pas të diskutonim edhe të sqaroheshim gjatë takimeve. Ne organizonim ditën e lutjes si World Vision dhe e patëm ftuar që ai të mbante një fjalë inkurajuese për ne. Mesazhi duhet të bazohej tek ai pasazhi i Ungjillit që është tek Mateu në kapitullin 5, vargu 14, ku Zoti Krisht thot ju jeni drita e botës. Dhe hyrësia e solli në një mënyrë jo vetëm kuptim plot edhe të thellë, po ishte një moment i cili më mbeti në mend nga fjala e tij, ku ai tha Zoti këtu nuk po thot ti je drita e botës, pra nuk po të drejtohet në numrin 1-jës, se është shumë e lehtë ta lexosh pasazhin në këtë mënyrë. Ai po thot ju jeni drita e botës. Pra ne e gjithë kisha të krishterët janë drita e botës. Dhe ky mesazh bashkësie, uniteti ishte shumë i fortë për ne në atë kohë, edhe një moment urtësie që do më mbetet në mend për gjithë jetën nga hirësia. Jam një besimtar që deri kur bëhen meshat në gëzime në këto festat fetare,
dhe kam parë sjelljen, qëndrimin, luftën, përpjekjen e tij, komunikimin e tij me njerëzit, me atë dhimbshurinë, me atë ka dhe një mirësi edhe në sy edhe në fytyrë, në prosopë e tregon mirësinë e tij. Pra ajo ditë, shiko, mund veç ndjej gëzim edhe sot kur e kujtoj, nuk mund ta përshkruaj me Allah, po bëra një krahasim. Ajo kur rrëzua, kur na hoqën besimin, dhe ajo kur ngrit kisha e Shënjërit. Pra kishim diellin e madh i kryepiskopin Januatos, edhe hirisin e tij atë Nikollën, se na e mbushën atë ditë me gëzime, me festë. Kështu që mendoj se jemi mirënjohës, edhe unë jam mirënjohës patjetër që kam pasur rastin që të jem shumë pranë, si pedagog pranë akademisë, kur ai ishte drejtues i saj, që përmes shembullit të tij, diti që të bashkëpunoj, të vjeli themi mendimet së bashku, të i trajtoj dhe të dialogoj për të qenë vërtet akademia në pa, për të dalë në pa akademia, gjithë më e mira e studentëve, pra si një staf i ngushtë, vllazëror për të mirën e kishës së Shqipërisë.